Nga një qytet dikur i njohur për pyjet, lumin dhe qetësinë, sot po shndrohet në një qendër të re të turizmit malor dhe rural. Kështu, po ndryshon me shpejtësi Librazhdi. Rrugët e asfaltuara, investimet në infrastrukturë dhe projektet agroturistike po e kthejnë këtë zonë në një destinacion që po tërheq vizitor nga e gjithë Evropa dhe jo vetëm. Gjithnjë e më shumë bujtinat po hapin ndyer për turistët që kërkojnë përvoja të vërteta shqiptare, me ushqim bio, tradit dhe mikpritje që vjen nga zemra. Këto janë bërë fytyra e re e Librazhdit, që po zhvillohet duke ruajtur shpirtin e tij të vjetër. Vetëm 7 minuta larg qytetit, ndodhet fshati Dorës. Këtu natyra është e qetë, pyet të paprekura, ujë i pastër dhe një panoramë që të fton të ndalesh. E përmes punës dhe përkushtimit është ngritur një bujtinë që tashmë është kthyer në destinacion të dashur për vizitorët. Ajo quhet Shtëpizat e Ramës. Ideja e kësaj bujtine lindi nga Enver Shkurti, një njeri që beson se zhvillimi fillon nga dashuria për vendlindjen. Ai nisi këtë projekt me dëshirën për t'i dhënë jetë fshatit Dorës dhe për të treguar se turizmi mund të jetë motori i ringjalljes ekonomike për zonat rurale. Duke ruajtur çdo detaj të arkitekturës tradicionale dhe duke përdorur materialet vendase, ai krijoi një ambient që përçon ngrohtësi, origjinalitet dhe një vend unik. Shtëpizat e Ramës mbartin emrin e gjyshit të familjes, Ram Shkurti, një njeri i punës dhe fisnikërisë, kujtimi i të cilit mbetet frymëzim për të gjithë familjen. Mirë po sot drejtimin e bujtinës e mban brezi i ri. Ermela Shkurti, një vajzë energjike dhe e përkushtuar, e menaxhon çdo ditë shtëpizat e Ramës së bashku me vëllezërit e saj, Arbri dhe Gerald. Ata janë shembulli më i mirë i bashkimit të traditës me idetë moderne të turizmit. Unë jam Ermela, këtu ndodhemi tek Shtëpizat e Ramës. Është një hapësirë e cila emërtimin e ka marrë nga gjyshi im, i cili ka pas qenë më përpara dhe ka jetuar dhe ka ndihmuar në ndërtimin e shtëpive dhe institucioneve të ndryshme në qytetin e Librazhdit. Babai im e vendosi pikërisht këtë emër duke qenë në përkujtim të gjyshit tim. Dhe ideja e ndërtimit të këtij agroturizmi ka qenë pikërisht mikpritja, duke qenë se edhe siç e ka marrë emrin më përpara nga gjyshi, i cili ka qenë një mikpritës i të gjithë bashkëshatarëve dhe miqve të tij, dhe ideja e agroturizmit ka qenë pikërisht kjo, që çdo turist që të vijë ose çdo mik që të vijë në shtëpinë tonë të ndjehet i mikpritur dhe i familjes. Ideja e agroturizmit është pikërisht promovimi i gjërave të vjetra, siç kanë qenë në kohën më përpara. Siç duket edhe nga ndërtimi, janë përdorur më shumë materiale të vjetra, të riciklueshme, siç është dhe pjesa e restorantit edhe e shtëpizave. Çdo punim është prej druri dhe çdo mobilje e përdorur brenda shtëpizave është punim druri dhe të përdorimit të vjetër, siç vërehet edhe tek shtresa e krevatëve, edhe tek qilimat apo tapetet e përdorur si në kohën më përpara. Ermela kujdeset për pritjen dhe komunikimin me turistët, ndërsa dy vëllezërit e saj merren me mirëmbajtjen dhe aktivitetet në natyrë. Në këtë mënyrë çdo vizitor që mbërrin këtu ndjen menjëherë frymën e familjes dhe ndershmërinë e mikpritjes shqiptare. Ne kemi 4 bujtina, në të cilat secila prej tyre ka një hapësirë në vete dhe përmban deri në 4 persona, 6 persona. Secila prej tyre ka strukturë të ndryshme, ku 2 bujtina përmbajnë 4 persona, të cilët mund të akomodohen familje, ndërsa 2 bujtina të tjera kanë një kapacitet më të lartë për turistët, të cilët përmbajnë deri në 6 persona. Nëse ka persona të cilët dua që të mësojnë se si të gatuajnë, ne kemi dhënë opsionin ku në shtëpinë e tyre, që tashmë ne i quajmë shtëpiza e tyre, nuk quhen më Shtëpiza e Ramës, por shtëpiza e tyre. Çdo person që vjen ka një shtëpisë të tij dhe mund të mësojë dhe në shtëpizën e tij se si të gatuajë, duke mos qenë nevojshme që të vinë në restorant dhe të mësojë gatimin në restorant, po shkojmë dhe e gatuajmë atje së bashku me turistët. Në kuzhinën e bujtinës mbretëron zonja e shtëpisë, Romelda Shkurti. Me përvojën dhe dashurinë e viteve ajo përgatit gatime tradicionale që janë bërë simboli këtij vendi. Qull me arra, mirëshqingji me lëng, fërkes, jufka me oriz, byrek dhe sarali. Receta këto të trashëguara brez pas brezi, që për shumë turist janë një përvojë e re, e pastër dhe e paharrueshme. Çdo pjatë shërbehet me kujdes dhe shoqërohet me rakinë e zonës.
një tjetër produkt lokal që rrëfen historinë e punës dhe pasionit. Unë jam Romelda Shkurti, banoj në fshatin Dorës dhe kemi bërë disa bujtina për turistët tanë që vinë nga Gjermania, Turqia, Italia dhe bëjmë disa ushqime tradicionale të zonës tonë. Keni ardhur në momentin e duhur, sepse ne kemi disa turistë që na kanë ardhur nga Tirana dhe kemi bërë një drek për ta, cilën kemi gatuar qullin me arra, byrekun, mishin me lëng, pulën me jufka, byrekun, sallata, djathi, frëgesa. Disa janë të zonës, mishi është i zonës, kurse kopshti, domate, kastraveca, speca, këto janë tonët. Këtu në shtëpizat e Ramës përdoret mishi i Viçit, i cili është i zonës, është bio, mishi i Qingjit, mishin e derit, mishin e pulës, edhe pulën e kemi tonën, zoq. Ju ftoj të gjithë që të vini në shtëpizat e Ramës. Gëzuar. Kjo është sofra dhe tradita e fshatit Dorës. Gëzuar gjithëve, na bëjmë mirë. Gëzuar gjithë. Atëherë gatimet, ne më së shumti organizimin e gjithë shtëpisë tonë e kemi ndarë në një organizim familjar, ku me pjesën e ndërtimit është marrë më shumë babaim dhe me pjesën e gatimit është marrë mamaja. Si gjithmonë në çdo kuzhinë ku personi që gatuan është mamaja dhe tek shtëpizat tona është mamaja jonë e cila gatuan ushqime tradicionale të zonës, që mund të them që është një nga kuzhinierët më të mira për gatimin e ushqimeve tradicionale, të cilat janë shumë të shijshme dhe çdo kush që ka ardhur dhe i ka provuar ka mbetur shumë i kënaqur dhe është ndjer i detyruar që t'i mësoj këto gatime që t'i kenë dhe në shtëpinë e tyre. Në oborrin e bujtinës shpesh shihen grupe turistësh që shijojnë drekën dhe ndajnë momentet e tyre në rrjetet sociale. Për ta shtëpisat e Ramës nuk janë thjesht një vend pushimi, por përvojë që i afron me natyrën dhe me vlerat shqiptare. Shumë prej tyre vijnë nga vende të ndryshme, duke filluar nga Gjermania, Hollanda, Italia, Anglia, Çekia, por dhe nga qytetet të Shqipërisë, për të përjetuar qetësinë që të ofron fshati Dorës. Ajo që i bën të veçanta këto bujtina është se ato funksionojnë në mënyrë familjare. Çdo antar ka rolin e vet dhe gjithçka bëhet me përkushtim. Brenda shtëpisave të Ramës, vizitorët gjejnë ambiente të ngrohta, dhoma të rregullta me stil tradicional, kuzhinë shtëpie dhe ushqim tërësisht bio. Pra me pak fjalë, këtu njerëzit ndihen si në shtëpinë e tyre. Përveç bujtinës, shtëpisat e Ramës ofrojnë dhe hapësira për kamping. Turistët mund të vendosin çadra, të parkojnë kamprat e tyre e të organizojnë pikniqe buzëllumit. Shumë të rinj zgjedhin pikërisht këtë vend për ecje në natyrë, hiking, apo dhe për të shijuar perëndimet që zbresin mbi fshat. Këtu çdo mbrëmje është ndryshe, më i qetë, më e vërtet dhe më njerëzore. Përveç se bujtinave dhe pjesës së restorantit, ne kemi dhënë mundësinë që edhe turistë të cilët kanë dëshirë që të vinë me mjetet e tyre ose me makinat e tyre, kanë mundësi që të bëjnë camping. Kanë hapësira ku ato mund të akomodohen vetë, ku kemi një hapësirë për vendosjen e makinerive që janë për camping dhe kemi edhe mundësinë e turistëve që vinë me çadra, që të kenë mundësi për hapjen e çadrave të tyre dhe kanë mundësi edhe të gatuajnë, ku ne kemi bërë të mundur zhvillimin e disa makinerive të vogla që turistët të kenë mundësi të bëjnë piknik. Familja Shkurti nuk e sheh bujtinat vetëm si biznes, por dhe si një mision për të ruajtur identitetin lokal. Në planet e tyre përfshihet ndërtimi një pishine natyrale mes gjelbërimit, hapësira për kultivimin e produkteve bio nga vetë turistët dhe zgjerimi zonës së kampingut. Qëllimi me pak fjalë është i qartë, të krijohet një përvojë plot ku njeriu të lidhet me tokën dhe çdo vizitor largohet me diçka më shumë se kujtime.
Kjo është pjesa e cila është ndërtuar së fundmi tek shtëpisat e Ramës, sepse shtëpisat e Ramës nuk mjaftohen vetëm me bujtina dhe restoran, por dhe me ambiente ku njerëzit mund të relaksohen dhe mund të kalojnë kohë me familjen e tyre. Por nuk do të mjaftohet vetëm me kaq, ne do të kemi një pishinë e cila do të ndërtohet me gur të vendit. Gjithashtu ne kemi për qëllim që të krijojmë kopshte të vogla, ku të cilët çdo turist që do të vijë do të ketë kopshtin e tij me perime të ndryshme dhe çdo vit do vijë që të përkujdeset për të një herë në javë, një herë në 2 javë, që ato të kujdesen dhe kopshti i tyre të jap sa më shumë prodhim dhe në të ardhmen ato të kenë mundësi që çdo gatim që ta bëjnë me kopshtin e tyre që e kanë pjesë të shtëpisë. Shtëpisat e Ramës janë më shumë se një bujtinë. Janë një histori familjare që flet për dashurinë, punën dhe përkushtimin. Këtu çdo udhëtar vjen si turist dhe largohet si mik. Shtëpisat e Ramës ndodhen vetëm 10 minuta larg qytetit të Librazhit. Arsyeja pse duhet t'i vizitoni përveç se bukurisë që ju tashmë e keni parë, është edhe thjeshtësia që ju keni për të ardhur tek shtëpisat tonë. Për shkak të infrastrukturës e cila është një ndihmë shumë e madhe dhe institucionet shtetërore si bashkia të cilat na kanë ndihmuar në këtë pjesë, ju e keni shumë të thjeshtë që të vini tek shtëpisat e Ramës. Përveç se qëndrimit, keni mundësi edhe të vizitoni vende të ndryshme që janë një atrakcion turistik. Ne kemi disa vende që turistët më së shumti janë shumë të interesuar, siç është Shpella e Plakës, që është në fshatin e Gzjaveshit, kemi parkun ton Shebenik Jablanic, i cili na ka dhënë një ndihmë shumë të madhe në tërheqjen e turistëve. 30 minuta larg nga ne është edhe Furstuda, e cila së fundmi tashmë ka marrë një zhvillim shumë të lartë dhe ajo për shkak të infrastrukturës e cila e ka ndihmuar goxha. Pasi të mbaroni gjithë këtë tur që unë ju përshkrova me disa fjalë të vogla, por normalisht ju do t'i shijoni dhe më shumë duke kaluar kohë, mund të riktheheni tek shtëpisat e Ramës dhe të akomodoheni në kushtet bashkëkohore që ne kemi siguruar për ju. Ju ftoj që të vini tek shtëpisat e Ramës, sepse do të mbeteni shumë të kënaqur dhe do të provoni gjëra që më parë mund edhe të mos i keni provuar ose nuk i keni provuar me shijen të cilët ato meritojnë të provohen. Në dorës të Librazhit midis maleve dhe qetësisë, tradita nuk është thjesht e kaluar, por është mënyra më e bukur për të jetuar të tashmen.